Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotri, përshëndetje të dashur miqtë e mi të kanalit Monitor TV. Ja ku po takohemi sërish së bashku edhe një herë për të komentuar ngjarjet që po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Këtë herë do të fokusohemi tek dy surpriza që kanë ardhur nga ajri. Deri në një javë më parë, përgjesti nuk ishte tolerueshme që të dërgohet dron, por si duket tashmë Big Brother ka hapur zemrën edhe toleron që edhe për gjestin, por njëkohësisht edhe për banorët e tjerë të dërgohet droni. Ndoshta nga ajo protesta mediatike që ne bëm, që edhe gjesti të konsiderohet i njëjtë me banorët e tjerë në shtëpi. Jo vetëm droni të shkonte për Danjon, për Eglin, apo qoftë për një banor tjetër dhe për gjestin jo. Dita e sotme ka nisur sot me shumë dashuri, me shumë lumturi dhe me shumë pozitivitet. Krahasuar me ditët e tjera, sot banorët kanë qenë shumë pozitiv. Dy drona kanë bërritur në shtëpi, një për Rozanën, një për gjestin. Në drona kanë shkruar fjalë inkurajuese, fjalë motivuese, fjalë force, për t'ju dhënë forcë që ato të ecin përpara. Unë kam arritur që të bëj një kronologji për të gjithë këtë ngjarje dhe dëshiroja që ta ndaj me ju, më pas edhe ta komentojmë së bashku. Ditën e sotme, banorët e Big Brother VIP Albania 4 u zgjuan nga një mëngjes ndryshe nga të tjerët. Atmosfera brenda shtëpisë ishte e qetë, por shpejt u mbush me entuziazëm edhe befasi, teksa një surprizë e papritur pritej që të ndodhte. Në mëngjes, mbi shtëpinë e Big Brother, u dëgjuan zhurma e një droni që po afrohej. Banorët dolën në obor kureshtar për të parë se çfarë po ndodhte. Teksa shikonin nga lart, ata vunë re një dron që mbante një banderol me një mesazh prekës dedikuar gjestit. Je krenaria jon. Ky moment e emocionoi pamas gjestin, i cili u mbush me lot gëzimi. Të gjithë banorët e përqafuan dhe e mbështetën, duke e përjetuar edhe ata këtë çast si diçka shumë të veçantë. Gjestin i prekur nga ky gjest i publikut, falenderoj të gjithë ata që e mbështesin jashtë. Ai u shpreh se nuk e kishte pritur kaq shumë drona të vinin në shtëpi, sidomos pas situatave të vështira që kishte kaluar në shtëpi. Banorët komentuan mesazhin duke thënë se kjo ishte një dëshmi e madhe e dashurisë që ai ka fituar nga publiku. Do me thënë, sot gjesti u surprizua në shtëpinë e Big Brotherit. Ishte një moment rikthimi force për të, edhe pse banorët e shohin pak me një lloj inati të lojës, nuk do ta quaj inat personal, sepse nuk dua të personalizohet kjo gjë, por e quaj një inat të lojës dhe japin emocione negative ndonjëherë në lojë. Dhe gjesti këtë momentin kaq të bukur të mbërritjes së dy dronave e përjetoi me shumë dashuri dhe e përjetoi me shumë emocion të fort, e përjetoi me shumë lumturi të fort në shtëpi, gjë për të cilën gjestin në vërtet e gëzoi. Por dron nuk ishte vetëm gjesti, domethënë për koincidencë, në këtë pikë të lojës, në këtë ditë të sotme, dron kishte edhe Rozana. Tani sikur ky droni ka ardhur nga njëti person në shtëpi. Vetëm pak sekonda më vonë, një tjetër dron u shfaq në qiell. Këtë herë ai mbante një tjetër mesazh. Por kësaj radhe për këngëtaren dhe banoren e njohur Rozana Radi. Në banderolë shkruaj: ti ke lindur me kuror në kokë. Ky moment emocionoi jo vetëm Rozanën, por edhe të gjithë banorët që ndanin gëzimin e saj. Ajo e përlotur, falenderoi publikun për këtë mbështetje të jashtëzakonshme dhe e shprehur si një mesazh i tillë kishte shumë rëndësi për të. Ky epizod apo ky mëngjes solli një atmosferë të re në shtëpi. Disa nga banorët u emocionuan shumë, ndërsa të tjerë diskutuan mbi rëndësinë e kësaj mbështetje nga publiku. Rozana dhe gjesti ndan mendimet e tyre për mënyrën se si këto mesazhe japin forcë për të vazhduar rrugtimin e tyre në Big Brother VIP Albania 4. Një detaj interesant në këtë ngjarje ishte fakti se edhe pse më herët ishte raportuar se dronët për gjestin nuk lejoheshin, në fund vëllau i madh vendosi të jap dritën jeshile.
Ky vendim solli shumë spekulime mes banorëve dhe fansave, duke ngritur pyetje mbi arsyen pse u lejuan pikërisht këto mesazhe. Dita e sotme do të mbahet mend si një nga momentet më prekse dhe më të paharrueshme në këtë edicion të Big Brother VIP Albania 4. Dronet me mesazhe dashurie dhe mbështetje për Gjestin dhe Rozana Radin treguan edhe një herë se publiku jashtë ndjek dhe vlerëson banorët për atë që janë dhe për rrugtimin e tyre brenda kësaj shtëpie. Do me thënë, është koincidente pse dronët pikërisht për Gjestin dhe Rozanën në të njëjtin moment. Kjo ndoshta tregon për ato të dy që publiku dëshiron të shikon lojën e tyre, nuk dëshiron të shikon të idhëruar, edhe pse unë kam thënë që në momentin që Rozana dhe Gjesti nuk do t'jenë më pjesë e kësaj loje dhe pjesë e kësaj shtëpie, dhe do t'regojnë njeriun që ato kanë, do t'regojnë vlerën njerëzore që ato kanë, ato do t'jenë miq shumë të mirë, ato do t'jenë shok shumë të mirë, dhe ato do t'jenë artist shumë të afërt mes njëri tjetrit. Pa marrë parasysh diskutimeve në lojë, pa marrë parasysh ngjarjeve dhe situatave, Gjesti dhe Rozana kanë një dozë të përbashkët brenda vetes së tyre, dhe kjo është doza e artit. Artin e kanë pjesë të jetës së tyre. Dhe zakonisht artistët kur bëhen bashkë, gjithmonë bëjnë kryevepra, gjithmonë bëjnë momente të bukura në jetë dhe gjithmonë din të japin dashuri dhe din të japin respekt. Unë mendoj që dy drona sot në shtëpi ishin dy super mesazhe për Gjestin dhe për Rozanën, por ishin edhe dy mendime se si do ta vazhdojnë këtë rrugtim në raport me Gjestin dhe Rozanën banorët e tjerë. Duke cituar që dronat gjithmonë janë informacione nga jashtë. Dhe në kuptimin që vjen një informacion, të banorët fillojnë edhe analizojnë që këto dy banorë janë më të fortë. Flas për banorët e cilët janë që në ditën e parë, nuk flas për Jozin, nuk flas për Eglin, nuk flas për Kellin, të cilët kanë një fotografi nga jashtë dhe si qëndron puna jashtë. Por mbi të gjitha, Rozana e përjetoi këtë gjë me shumë dashuri, Gjesti e përjetoi këtë gjë me shumë dashuri, edhe pse ishin lart njëri tjetrit. Domethënë Gjesti ishte tek banaku i Lori Kafes, Rozana ishte tek hyrja e shtëpisë, po mbi të gjitha, domethënë banorët sot janë zgjuar ndryshe nga ditët e tjera, janë zgjuar me dashuri, me emocione të bukura. Domethënë edhe ato e ndjejnë më se çdo gjë është drejt fundit dhe po përjetojnë çaste fantastike. Gjesti ka një natyrë që ditë bëhet njëri i dhimbshëm kur nuk është në lojë, ka shumë dhimbje, dhe kur është në lojë është tjetër gjë. Domethënë ditë dalloj lojën prej realitetit, ndërsa banorët e tjerë mendoj që përdorin dozën e realitetit brenda në lojë, një kombinim i tmerrshëm që ato i nxjerr shumë keq si në natyrën e tyre, si në mendime dhe në gjithçka tjetër që përbën këtë lojë kaq interesante dhe kaq të bukur. Dua të marr mendimin tuaj për këtë surprizë fantastike që erdhi për Gjestin dhe për Rozanën.